Dhe jemi rikthyer përsëri në Shizon Air dhe jemi me Chris Dragon. Kishim nevojë për pak pushim. Pim pak ujë, u freskuam pak, mendoj se është momenti që të fokusohemi pak më shumë te Kristi. Kristi tani është gjithë vëmendja jon për ty. E përvallon dot? Ja, duhet shikojmë. 6 goca, gjithë syt janë tek ty. U bën shumë kohë që nuk të kemi parë më nëpër intervista dhe doja të dija vërtet çfarë të shtyu që të vije tek ne. Të 6 zëj të vijshin. Çfarë më nuk ishte punë shtytje ose me të shtyrë, siç themi. Dhe pranove ftesën. Shiko. Unë kam qenë vetë të Shizon Top. Jo si pjesëmarrës. Por e thash, edhe më pëlqeu si skenar. Pëlqeu, do të thotë që ka shumë diversitet, ka shumë njerëz që flasin, mungon çik. Edhe thash, hajde, ta provoj. E di, unë tani perfekte fare sot për shumë do ishte po të kishim dhe Robertin këtu. Ne nuk e kemi, po unë jam shumë kurioze se kam parë që dhe Roberti mund të kemi babin e Keisit. Prit, para se të kalojmë atje, dhe se ana do flasim për pak për këtë. E kam parë që qoftë edhe ti edhe Roberti jeni shkëputur nga kjo bota e televizionit, mund të themi. Ka ndodhur diçka që nëse dijem, janë disa projekte tjera që ju kanë shkëputur, si qëndron e vërteta? Shiko, e vërteta është kështu që qetësia jon ose shkëputja jon është një performancë vetvete. Është një sinjal në vetvete. Duam të komunikojmë një gjë me këtë qetësi. Se në një botë ku aktiviteti si përfaqja janë baraz me vlerën, duhet të ketë dhe persona që do të kundërshtojnë që thonë shiko, jo gjithmonë dukshmëria ekstreme. Është normalisht një sinjal, po ti do që ta marri publikun malli për ju, do ne që të... Jo, nuk është e malli, se publiku është shumë egoist, nuk a ju meriton ky publik juve? A ju kupton ndoshta ky publik, po i jepni një mësim këtij publiku që mungesa juaj të vihet re? Tani çdo komunikim mund të merret në shumë e pas ka dënuar publiku. Shumë mënyra. Publiku mund të ketë dënuar. Publiku dënon me klikime, me views etj etj. Por që dua të jap dhe një mesazh që nuk është vetëm kjo. Nuk ka vetëm aktivitet, produktivitet për të dukur dhe kaq. Tani që je shkëputur në televizioni, çfarë po bën ndryshe? Si është jeta jote, se jam shumë kurioze dhe publiku të di çfarë bën ti. Shiko, ne artista jemi. Po. Domethënë researchi, kërkimi artistik është një gjë që nuk dalon. Është në mbrapa skenë tërkohës. Ne kemi një studio në Belgjik. Ne punojmë, babi ka qenë çik më shumë aktiv në pikturë. Që ajo është një mbrapa skenë që gjithmonë punon, është një makineri që punon edhe pse nuk duket shumë herë. Pastaj për mua ishte ndoshta situata erdhi që nuk më pëlqente as shumë vetja në televizion. Nuk e di ose nuk po gjeje veten, domethënë. Ato shkojnë bashk. Nuk më pëlqente çfarë bëja në televizion. Nuk do të shohim më në ekran, ose do ishte një format që ty mund të të rikthente. Sa tani janë dhe këto zëra që do bëhet ajo Big Brother All Stars. Shiko, Big Brother All Stars po të bëhet. Nuk e di ku e kanë synimin, ndoshta duan njerëz të një lloj Stars. Po ndoshta Stars. Nuk e quajnë veten Stars ti? Nuk e një lloj. Stars. Kushtë duket të një lloj të Kristi? Më fal. Kushtë duket të një lloj nga personazhet? Shiko, duan histori të dhimbshme, duan situata të dhimbshme, mendoj se Kristi që ajo Big Brother do me thënë po u bë, mendoj se ti do futesh vetëm po të kishte ca zero në mbrapa. Ja, këtu për shembull, aty më çndro. Po nuk e di se situata të dhimbshme mund krijoj unë. Jo që nuk, jo që e përjashtoj. Trauma, e ka jetën vaj po. Jo, trauma kemi të gjithë. Se trauma është dhe në mikrodoza. Okej, po flasim. Se trauma. Flasim për shembull për shëndetin mendor. Meshkuj që nuk janë shumë asertiv në Shqipëri, quhen një kategori që nuk ka trauma, po dhe ajo është një farë traume.
Kur unë nuk shpreh ose kur nuk dëshiroj të shprehem për gjëra, situata, është ajo një traumë. Diçka nuk funksionon. Këtu shumica është shpreh, duket që në Big Brother është një shtëpi ku i lejohet të gjithëve të shprehin traumën, është një si psikoterapi masive. E vërtetë. Edhe duket. Po mirë, Është gjë e mirë, po nuk e trajton Aq mirë. edhe publiku nuk e ka kuptuar këtë ende ndoshta, që ata njerëzit aty janë në etje që ti kuptohet trauma. Okej. E prandaj që edhe ndoshta ka shumë sukses. Se morën vesh që nuk do futesh, ose edhe mund të futesh te All Stars. Edhe mund të futem, nuk ku do futesh ti do futesh te Big Brotheri me më flirtuesit, se ti ke qenë, po themi, Shumë flirtues. Po themi pak mbrapa në kohë, krijove dhe një marrëdhënie aty brenda. Po është ai flirtues, duke që të sytë në mënyrën se të shef. Po. Apo vetëm unë po e kuptoj. Unë mendoj dashurës tënde mos ja tregon fare në intervistën. Jo, shiko. Thuaj nuk u bë sot. Jo, shiko. Ne jemi live, ajo mund të jetë duke na ndjekur, kështu që është mirë kuptuese, kështu që besoj përderisa. Dashura ime kupton. E kupton që ai është flirtues. Kupton dhe kontekstin, ëh. Kupton dhe kontekstin. Këto gjëra tani kur janë në televizion nuk i shmang dot, se ka dhe shumë të tjerë që thonë jo, mos më flit për marrëdhëniet. Mos më flirto me mua, jo nuk jam kështu, jam shumë i ndershëm, jam më e ndershme, si guxon ti të më shikosh në këtë mënyrë. Jo, më shif. Nuk është shumë. Ai është një traumë, Kristi. Edhe ajo është një traumë. Unë mendoj më Po, mirë është të një kalojmë në traumë. një këngë dhe pastaj flasim për këto shikime. Se shumë flirtime këtu, shumë.